një takim kaq me rëndësi, po pajtohem që edhe në VAR duhet me qenë ekspertat emnat eminent futbollit tonë. Ka qenë i Superligës Ilir Mehmeti, ka qenë, i cili për shembull referi Superligës. Iliri është djalë me perspektivë, po edhe këta të VAR-it janë krejt për shembull të kryer me licencë me edhe Ismail, zakonisht është një sugjerim për avancimin e futbollit, për atraksionin e futbollit, thonë, nëse është apo s'është penallti kur ka dilem referi, gjithmonë referohet penallti. Kur ka dilem është apo s'është edhe offside ka me milimetra, gjithmonë shkohet ka ajo që të pranohet goli. Unë nuk dëshiroj me minimizu fitoren e vushtrisë në asnjë moment, sepse vërtet kanë luajtur jashtëzakonisht mirë edhe vushtria ka tifozërinë edhe mirë është që po kthehet, mirë është që po shkon, por në ndeshje kur anulohen kësi gola, është varfrohet futbolli, edhe është e damshëm nëse referët nisën ka ajo se kanë pa një shtyrje, kanë pa një replim, është një gol që e bën futbollin më atraktiv. Ky gol shënohet për publik. Kjo e bën atrakcion edhe publikun e vushtrisë, edhe publikun e lirisë. Dhe unë po mendoj që shënimi apo pranimi i këtij golit apo shifet pak, nëse e shefni edhe pak, nëse sheh edhe lojtari me numër 9, lojtari me numër 9, katër hekë dy fysh, po edhe bën një shtyrje për lojtarin të edhe Kosovë. Është një kontakt me ta, mos harro. Po që ky ato shkon drejt topit. Po me topin po. Vetëm para në ç'to më, a mos më kamera po maket po duket. Nuk është puna te ndalja, nuk është puna te procedura e zhvillimit lojës më atraktive. Sepse këtë gol mundet me anulu edhe vushtrisë mas një javë të njëjtën gjakan me bot të gjithë. Unë nëse duhet mu pranu apo mos mu pranu, apo është faul, as që kisha me hi aty sepse unë mendoj që i ndihmoj futbollit si arbitër që të shënohet, që të pranohet goli, që të lejohet, që goli tjetër të shënohet po ashtu, të lojë më ofensive ekipi. Unë po mendoj nuk duhet me në këto detaje kush i pari e kush i dyti, ky remplim ka me qindra në futbollin edhe të Kosovës, edhe evropian. A duhet mi dhonë përparësi shënimit? Unë mendoj se duhet mi dhonë përparësi shënimit. Referi është 3 metra pozicionit, edhe jetë goli.